edhe jashtë vendit. Rikthehemi në studio për të vazhduar rrjedhën e programit dhe për të folur sot më gjerësisht për nisjen zyrtare të fushatës zgjedhore. Kemi parë gjatë ditëve të fundit që fushata veç se ka filluar, e quajtur një fushatë parazgjedhore, ku partitë politike tashmë i kemi të angazhuara maksimalisht në për qytete, fshatra të ndryshme, duke kërkuar pra të bindin qytetarët me programet e tyre në këto zgjedhje për t'i votuar ata. Por sot pra gjithçka fillon zyrtarisht ku jemi në fushatë zgjedhore dhe për të diskutuar për këtë fushatë, për mënyrën se si partitë politike po garojnë në këto zgjedhje, se kush po tregon më shumë program apo gjithçka po bëhet më shumë duke akuzuar njëri tjetrin, do ta diskutojmë me të ftuar në studio, ku kam kënaqësinë që me mua në studio është Afrodita Maliqi, analiste politike, njohëse zhvillime politike. Faleminderit shumë që jeni me ne. Mirëmëngjes, faleminderit edhe juve. Po ashtu përmes një lidhje me Viber kemi edhe Adrian Zeqirin, analist politik. Adrian, përshëndes. Përshëndetje edhe juve në studio. Pra, Afrodita zyrtarisht sot po fillon fushata zgjedhore dhe ne veç se kemi parë në fakt një parafushat që është e zakonshme, nuk është për herë të parë që ndodh që fillon para nisjes zyrtare. Mund të themi që partitë politike sot po hynë me një program në këtë fushat, apo mund të themi me një marketing politik deri në këto momente? Më thonë, zyrtarisht sot fillon fushata zgjedhore sipas rregullores së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra kemi një fushatë edhe ditore për shkak të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Megjithatë, fushata e partive politike ka filluar shumë më herët. Domethënë, ne kemi pa që partitë politike kanë qenë në terren, kanë bë programet, kanë takimet e tyre, sepse realisht programe nuk është që kemi pa aq shumë, ajo që kemi pa më shumë janë takimet që për shembull Lidhja Demokratike i ka bën me qytetar, ose anën tjetër lëvizja vetëvendosje edhe me diasporën, edhe me këtu brenda, por të koja ndoshta nuk ka qenë shumë aktive gjatë kësaj kohe. E kemi pa ka një takim të kryetarit Bedri Hamza, por fushata ka filluar më herët dhe nuk ka filluar një fushat shumë e qetë. Më thonë, kemi një fushat që gjuha është shumë e ashpërsume. Unë uroj që sot me qenë se zyrtarisht po him në fushat zgjedhore, partitë të shpalosin programet e tyre zgjedhore, edhe pse programet së qeverisë, edhe pse nëse marrëm parasysh kohën kur janë marrë zgjedhje të kaluara, edhe tash domethënë është një apat kohor që nuk është që ka ndryshime shumë të dhe partitë politike ka ndryshuar diçka shumë dhe partitë politike duhet me ndryshuar edhe programin. Nuk besoj që ndoshta ndonjë inkorporim në vogël kështu, por jo një program të ndryshëm nga ajo që kanë pasur zgjedhjet. Pra mund presim diçka të ngjashme. Po, mirë po, është pavarësisht asaj, është mendoj që partitë politike duhet të jenë pak më të moderuara në gjuhë, në raport me kundërshtarët politik, jo ajo që kemi pa deri më tani, sidomos nga lëvizja vetëvendosje dhe nga eksponentë lëvizjes vetëvendosje, të cilët kanë qenë shumë tash për karshi partnerët kundërshtarëve politik, por edhe atyre që sot nuk janë në politik, për shembull, siç kemi rastin e asaj çfarë tha ministra në detyrë Vitore Pacolli për rishkrerjet e luftës së UÇK-s. Pra, unë mendoj që partitë politike duhet ta bëjnë fushatën me programet e tyre, duke e lënë mundësisht anash gjuhën e ashpër dhe mundësisht anash ata që nuk janë pjesë e garës zgjedhore dhe fushatës politike. Adrian, mund të themi çfarë mund ta bëjmë më të veçantë, ose nëse është mund të themi më të ndryshe këtë fushat nga fushatat, po themi nga fushata e kaluar apo nga fushatat që kanë qenë në të kaluarën, çfarë mund të presim më ndryshe në këtë fushat dhe cilin subjekt politik është më të përgatitur për të hyrë kësaj gare? Po, ashtu dhe që shta në studio Afrodita, Kosova ka qenë vetëm në fushat, që të vërteta Kosova është në fushat zgjedhore prej dikun dhjetorit ose janarit vitit kaluar.
do thot për janarit vitit kaluar, ose dhjetorit të vitit 2024. Është që një vjet gjys po bën që zgjedhje pas zgjedhje, fushat pas fushate, dhe ai fjalori i partive politike rrjedhimisht për shkak se janë thonë gati se të gjitha në në zgjedhjet e shkurtit të vitit kaluar, Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike kanë pasdojnë me programe të thotë parazgjedhore. Mirë po, diskutimi nuk është bërë për ide zhvillimore, për programe, se cili program ose cilat projekte çojnë vendin përpara, zhvillimore kanë fjalën. Mirë po, është sill gjithmonë tek një retorik, një politike, narracione politike të cilat shpërfaqen. Këto narracione atë qëllimin e fundit e kanë jo shpalosjen e një programe të detajuar ekonomik për zhvillim të vendit, po atë qëllim të fundit e kanë delegjitimimin e palës tjetër. Do thotë kjo është ajo gjuha që është përdorur. Këtu janë zgjedhjet e katërta që po mbahen në një afat të shkurt. Dhe rrjedhimisht unë nuk pres që do të ketë ndonjë shpalosje ose diskutim për programe politike. Unë pres që të vazhdoj gjuha e njëllosjes së palës tjetër dhe do të thotë nëse veç flitet për ndonjë program, atëherë këto do të jenë në trajtën e premtimeve për ndarjen e paras publike, do të thotë për grupe të caktuara, për rrogën e 13, për rrogën e 14, nashta rrogën e 15 tash. Do thotë këto janë ato që pres, do thotë ka devalvu komplet diskutimin për projektet veçanta, ka devalvu gjuha politike dhe jemi në një situatë ku secila palë mundohet që ta paraqes narracionin dhe të jetë fituese me atë narracion politik. Ky narracion, nëse lejohet, nuk ka për qëllim gjetjen e një gjuhe konsensuale. Ta zojmë nëse ndëgjon lëvizjen vetvendosje, narracioni lëvizjes vetvendosje nuk është për mundësinë e zhvillimit ekonomik të vendit apo gjetjen e një gjuhe konsensuale me të thotë opozitën. Narracioni i vetvendosjes është delegitimimi komplet i opozitës, është komplet e bën fajtor për gjithçka opozitën, ofron zgjidhje thjeshta, do të thotë ndarje prej paras publike, siç kemi pa, do të thotë shpërndarje buxhetore, por nuk ka kur gjë që tregon që lëvizja vetvendosje është duke menduar seriozisht për zhvillim ekonomik dhe për projektet veçanta. Tashti prej anës opozitës, edhe nëse opozita del me projektet veçanta, ta zojmë ekonomike, debati nuk zhvillohet për ato projekte, debati prapë shkon edhe zhvillohet për ofendime personale, për narracione politike, për kush i ka fajet, kush i ka fajet. Do thotë këto janë ato me të cilat jemi tu përballë dhe unë pres që kjo të vazhdoj deri në përfundimin e fushatës parazgjedhore. Kaq, Afrodita, nëse bëjmë një analizë para se të filloj pra dhe kjo fshat që pritet sot hapet nga partitë politike në mbrëmje, mund të themi cilët nga liderët e këtyre partive rrezikojnë më shumë në këto zgjedhje dhe mund të kemi ndoshta ndonjë figurë që mund të jetë surprizuese, befasuese këtyre zgjedhjeve nga ajo që kemi parë deri tani? Unë nuk mendoj që kemi ndonjë figurë që mundet me rreziku.
pavarësisht se në këto zgjedhje kemi Vjosa Osmanin tash që ju është bashkangjitur Lidhjes Demokratike dhe Vjosa nuk ka qenë prezente në këto 5 vitet në garë zgjedhore politike për shkak se ka pas një post presidencial që s'ja ka leju diçka të tillë. Do të thonë ndryshimin e kem vetëm këtu, nuk jo te parti tjera, kemi të njëjtët Albin Kurtin, Bedri Hamzën, pavarësisht se Aleanca tash ka një kryetar të ri, unë nuk menoj që pavarësisht që Aleanca është mësuar është më pa me figurën e Ramushit, sepse Ramushi ka themelu e ka rritë sigurat beben e vogël që e rritë deri edhe në fakultet, pra e ka kriju e ka rritë Aleancën, megjithatë të pas parasysh që Gjini është një figurë nacionale, është një figurë e respektume, unë nuk besoj që rrezikon, sepse ndoshta fokusi është te Aleanca e rrezikut e kalon pragun apo se kalon, nuk besoj, besoj që Aleanca do të jetë pjesë e parlamentit, do ta kaloj edhe pragun zgjedhor, pra kurse parti tjera nuk kishon në ndryshime të mëdha. Pavarësisht që LDK-ja po bën një fushat me Bashk Lumiri, me Vjosa Osmanin, edhe ka nisë fushatën shumë ma herët, më thonë, Vjosa Osmani ka nisë një farloj fushate puqin në zyrat e presidencës, pra dalke në për takojtje qytetarë dhe thoshte që po i falenderoj për kohën për bashkëpunimin sa ju ka qenë presidencë, megjithatë nuk menoj që do të ketë një impakt të madh për ndonjë ndryshim ose për ndonjë rritje që do të na befasonte Lidhja Demokratike. Pra, unë isha aty këtu ku kanë qenë në zgjedhjet e kaluara, ndoshta me ndryshime të pakta, apo nuk në shoh ndonjë ndryshim radikal pavarësisht asaj çfarë po bën LDK dhe pavarësisht thirrjeve ose zonave që Aleanca mund të rrezikojë. Mendoni që kemi ndonjë parti politike që po përmirëson apo themi po shton terrenin edhe për bashkëpunime apo koalicione pas zgjedhjeve, meqense aktualisht nuk kemi zyrtarisht ka vetëm Lëvizja Vetëvendosje koalicion, por jo nga parti tjera opozitare. Mendoni që në këtë fushat ose edhe këtë parafushat që kemi parë po shtrohet një terren i tillë apo do të jemi me parti pa koalicione dhe pas këtyre zgjedhjeve? Pavarësisht gjuhës së ashpër që kanë ndaj njëna tjetrës kohës së fushatës zgjedhore ose edhe kohës kur nuk janë në koalicione, jo në kuvend, për shembull gjuhë tash për shumë na dhe brenda kuvendit, partitë politike sidomos to që deri dje kanë qenë në opozitë, nuk kanë dhënë vija të kuqe as për Lëvizjen Vetëvendosje. Pra, kanë thonë që nuk ka vija të kuqe kanë vetëm për listën serbe. Megjithatë, Lëvizja Vetëvendosje, si që keni pa, po tenton që me çdo kush dhe ashtu po e sjell edhe frymen te elektorati vet që më mund mi marr 60% në kuptimin që më i pastaj të gjitha institucionet në kontroll, pra të ketë edhe presidencën, edhe kuvendin, edhe qeverinë, që nuk do të ishte e mirë për vendin tonë, për shkak se ne jemi shtet parlamentar, do të mendoj se koalicionet qeverise i ndihmojnë demokracisë së vendit, sepse vetëm nëse një parti politike udhëheq, atëherë ajo mund të bëjë çka do me vendin. Dhe ne kemi pa për shembull edhe në të kaluarën kur kemi pas koalicionen mes dy partive që kanë qenë parti të konsoliduar, parti shtet ndërtuese, projekte të mëdha të shtetit kanë ecë përpara. Pavarësisht se Lëvizja Vetëvendosje mund të thotë që un kam koalicion me Guxha, se kam koalicion me Alternativën, megjithatë ato janë parti që nuk kanë shtrat elektoral, nuk kanë as zyra, do të thonë ato ma shumë personat që hynë në listën e Lëvizjes Vetëvendosje hynë mu bë deputet, se ajo që mund me marrë ndonjë vendim brenda Lëvizjes Vetëvendosje, që për shembull siç ka qenë në të kaluarën LDK dhe PDK, ku shpeshherë njëna u pajtu, tjetra s'u pajtu dhe është dashur të arrihet një konsensus. Këtu vendos Albin Kurti, pavarësisht asaj që thotë unë kam koalicion, megjithatë forca është Albin Kurti për shkak të fuqisë elektorale që ka, kurse parti tjera që thirrën që janë koalicion me Vetëvendosje nuk kanë shtrat elektoral, nuk kanë elektorat dhe nuk kanë pastaj as fuqi vendimarrës ose as fuqi ndryshimi mbrana qeverisë. Adrian, në fakt votuesi në këto zgjedhje, çfarë po kërkon më shumë? Stabilitet apo ndryshim? Si e vlerësoni?
Para se të përgjigjem, nëse veç kisha mujtë më ndërlidhë me pyetjen paraprake, edhe më pajto, e vetme e panjohur në këtë zgjedhje është efekti që do ta ketë zonja Vjosa Osmani, ish presidentja në këtë zgjedhje, sepse pak a shumë në dy palë zgjedhjet e përgjithshme të kaluara kanë qenë këto formacione politike, këta njerëz të cilët kanë marrë pjesë në zgjedhje. Do thotë i vetme e panjohur në këtë zgjedhje është efektin të cilën do ta ketë zonja Vjosa Osmani, e cila nuk është testuar në zgjedhje në do thotë këto 2-3 herë të fundit. Problemi që ka pret votuesi, unë mendoj se votuesi në Kosovë është jashtëzakonisht statik, nuk është që po flas për votuesin rezidencial që jeton në Kosovë, është kohë statik, nuk është që shquhet për ndryshim të do thotë opinionit politik dhe prokurorës së partive politike. Unë mendoj se dallimin e bën votuesi nga diaspora. Jemi të folë dikun prej 250.000 deri në 270.000 vota që vinë të rregullta prej diasporës, qoftë me post, qoftë nëpërmes pjesëmarrjes fizike në Kosovë. Kushdo që ka udhëtu kohëve të fundit i ka pa që aeroplanat janë të mbushur. Kemi një numër jashtëzakonisht madh që janë regjistruar për votë me post. Dhe ne dim që do thotë 250.000 vota janë 25 mandate në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe ato çojnë peshë jashtëzakonisht madhe. Dhe do thotë dallimin e bën sa do të jetë pjesëmarrja e diasporës, a do të jetë e madhe apo do të jetë e vogël. Sepse fatkeqësisht e kemi pa që diaspora do thotë nuk e reflekton atë pozicionin të cilën votuesi rezidencial në Kosovë ka. Është vota e diasporës është e njëanshme, shkon ka një parti politike, do thotë 2/3 e votave të diasporës, do të deri në 70-80% shkojnë për lëvizjen vetëvendosje. Nëse kemi pa ta zojmë votat që numërohen në ambasada, 85% shkojnë për lëvizjen vetëvendosje. Kështu që është mendoj se kja e bën ndryshimin kryesor në Kosovë. Dhe kja e bën ndryshimin në rezultat. Pjesëmarrja sa do të jetë e madhe e diasporës, sepse votuesi rezidencial e ka mendjen e ndonë dhe nuk është që ndryshon do të thotë atë disponimin politik për një muaj ose 2 muaj. Mendoj se kjo është ajo çka do të bën ndryshimin, edhe mbetet të shihet se si do të shkojë. Në fakt edhe në zgjedhjet e fundit kemi pas një pjesëmarrje bukur të madhe të diasporës dhe në këto zgjedhje pra kemi parë edhe një regjistrim të madh për ata që kanë vendosur të votojnë me post, por edhe shumë të tjerë që ndoshta pritet të vinë për të votuar edhe fizikisht në Kosovë. Kemi parë edhe ndarjen e një buxheti të caktuar edhe për kompani ajrore për të ndihmuar pra votuesit jashtë vendit që të vinë të votojnë në Kosovë. Rezultati deri ku mund të cila mund të jetë ajo përqindje, themi, që mund të ndikojë diaspora në këto zgjedhje. Me këtë numër të votuesve që i kemi të regjistruar aktualisht që janë mbi 100.000 me post, po i llogarisin vetëm këta pa Po, janë të regjistruar dikon pritet që numri përfundimtar të jetë 130.000-140.000 që do të votojnë me post. Po, nuk duhet të harrojmë që është një numër i madh i cili vjen dhe voton në Kosovë. Edhe njerë deri 250.000-270.000 vota janë që do votues aktiv prej diasporës.
edhe njerë kjo nuk do të, nëse vota e diasporës do të reflektante votën e votuesit rezidencial në Kosovë, kjo nuk do të paraqiste ndonjë problem të madh, mi po e kemi po fatkeqësisht që vota e diasporës është e njanshme, do thotë anon, do thotë ka vota e do thotë pro lëvizjes vendosje dhe ndarja e buxhetit për aviokompanitë për subvencionimin ose pagesën e biletave që u bë tash për qeverisë, normalisht është Këmë se kemi një shkëputje të vogël, besoj që do ta rregullojmë shumë shpejt, ndërka që Afelita, kemi Ardianin, po, në rregull ta përfundojmë atë që mendimin tuaj. Po jo, është mendoj se është duke do thotë paraja publike e taksave që glidhet prej taksa paguesve në Kosovë, është duke u shpërnda për qëllime elektorale, edhe ndarja e 105 milion eurove do të thotë grupeve të caktuara, do të nuk është do të mi adhon dikujt 100 euro nuk qëmë pesh, mi po 105 milion euro, me 105 milion euro mund është me undrejt që shkolla mundet mu bo punë të mëdhaja të cilat mandej e krijojnë mundësinë që vetë qytetarët ta fitojnë vetë do thotë nëpërmes punës së tyre ta fitojnë vetë, mos ketë nevojë që qeveria të ndonë pare lëmosh ka 100 euro ose 50 euro ose 150 euro ose s'është më rëndësi sa jep, sepse nuk qojnë pesh, do thotë përderisa një njeri nuk punon vetë dhe nuk i fiton dhe nuk ka nevojë për ndihmën e shtetit, do thotë 100 euro nuk është që qojnë pesh në ditë sotit e dim çka mundesh me kry punë me 100 euro. Do thotë, ndërsa buxheti i shtetit dëmtohet shumë dhe projektet kapitale dëmtohen shumë. Unë mendoj se është një duke u bërë një lojë edhe një do thotë shpërfillje totale e taksave tona, e buxhetit ton, e paras publike, e cila është duke u shfrytzu krejtësisht për qëllime elektorale. Ka që Afelita përmendet në fillim pra që presnje që edhe kjo fushat tjetë mjaft e ashpër, me qenë se ashtu filloi edhe para fushata, me sulme ndaj njëri tjetrit që po bëjnë partit politike dhe një program që nuk presnje edhe tjetë shumë më ndryshe nga zgjedhjet e kaluara. Nëse shohim në këtë këndvështrim, mendoni që partit politike në këto zgjedhje nuk po kanë çfarë më të ofrojnë më shumë nga programi i kaluar dhe kanë gjetur si alternativë për të grumbulluar vota më shumë duke sulmuar njëri tjetrin dhe duke fajsuar njëri tjetrin për situatën në cilën jemi. Mendoni që në këtë mënyrë mund të grumbullohen vota? Është logjike drejt kjo e tyre apo mendojnë gabim? Partitë që deri dje kanë qenë në opozit nuk e kanë edhe shumë të lehtë, për shkak se Ardiani përmeni, kemi një qeveri ose një parti në qeveri e cila ka komplet buxhetin e shtetit në menaxhem. Më thonë, dhe çka kemi pa? Ne kemi pa tash kohëve të fundit që përveç asaj që përmenet që ka dhënë 2 milion për aviokompani, ka dhënë miliona euro për lehona, për fëmijë, për pensionist, për studenta, plus i ka futur edhe sektorin privat. Unë e kuptoj që dikush mundet me pas nevojë edhe për 50 euro dhe për 100 euro, po në mënyrën dhe në kohën kur jepën janë komplet për fushat elektorale dhe për pojina politik. Dikush mundet me thonë që jo s'mundet me javë në rumenën. Në shta dikujt nuk janë rumenën as me 100.000 euro, po dikush e shesi ati po i bjen rëmen edhe për neve, dhe po na i qetë 100 euro në kohën para bajramit tash që kje, dhe më thonë një lidhen me festa ose me ndonjë datë të caktuar që zakonisht unë të thëmë. Parët që dalin tash dhe jepën për qytetarët, kërkoj falje për qytetarët, por është interes i partisë në pushtet. Dhe pështa këto, që partia në pushtet këto euro
i shpërndan edhe duke shkel ligjin për qeverinë, se ne një nen që nuk po e kujtoj përmendsh, cili nen sakt thotë që partia ose qeveria në detyrë ose qeveria në dorëheqje, pra që nuk është qeveria rregullt, nuk ka të drejtë të me shfrytëzu diçka tjetër përveç ligjit të buxhetit, domethënë çfarë është përcaktuar në Kuvendin e Kosovës. Nuk ka drejt me marrë vendime për buxhet, vendim tjetër, nëse nuk është miratuar në Kuvendin e Kosovës. Pra kemi një qeveri që po merr vendime jashtë ligj, domethënë jashtë asaj që i takon, jashtë ligjit për qeveri. Dhe kjo pastaj po e bën të pas parasysh parët që i ka gjuhën agresive që e përdor lëvizjave të vendosje, po e detyron, në rastin konkret kemi një gjuhë që po përdor Vjosa Osmani, e cila pavarësisht që është në zgjedhje, nuk ka qenë 5 vjet, unë menoj që gjuha që është duke e përdor ajo karshi lëvizjes vetë vendosje dhe karshi konkret Albin Kurtin është autogol vetë për Vjosa Osmanin. Për shkak se ajo po del në për intervista ose në për to takimet që po i kanë me Lumirin, hajde folum, po flet për që bashkëpunimin që ka pas me Albin Kurtin, po thot që kanë pas marrëveshje ose i ka ofruar edhe për një 10-15 vjeçar për të cilën kjo ka qenë dakord dhe në momentin që kësaj nuk ja ka dhënë edhe një mundësi tjetër, kjo tash po del dhe po na tregon çfarë ky ka bërë ose si është sjellë në raport me ndërkombëtarët ose në raport me çështje të brendshme të cilat e kanë dëmtuar shtetin. Pra, kemi një ish presidente që po garon për një post e cila po na tregon që për 5 vjet është pajtuar dhe do të ishte pajtuar edhe për 10-15 vitet e ardhshme me Albin Kurtin nëse ai ja gëzon pozitën e presidentit. Pra, kemi kontradita në ato që na nuk po shohim. Edhe ka njëherë po është pak konfuze edhe për qytetarit. Edhe në këtë çështje, Vjosa Osmani veç po ja shtron rrugën më mirë Albin Kurtit me ato çfarë po deklaron Vjosa Osmani. Ndërkohë që, për shembull, te Bedranza kemi pa vazhdon të ketë një gjuhë të moderuar çfarë e kemi pa edhe në 2 fushatat e kaluara. Domethënë, nuk e kemi pa që ka dalë jashtë limiteve, jashtë një kodi morale etik, po e kemi pa që ka qenë në kësazat e një gjuhe të moderuar dhe një gjuhe normale. Ajo që është e domosdoshme për partitë që deri dje kanë qenë në opozitë është që duhet ta bindin qytetarin të dalin, të flasin më shumë me qytetarin dhe ta bindin për keq qeverisjen e Albin Kurtit dhe kush po na çon vazhdimisht në zgjedhje. Pra, duhet me ditë se në to zgjedhje që i kemi me 7 qershor, po shkojnë për shkak se Kurti ose qeveria në pushtet nuk e interesuar me zgjidhur problemin e presidentit. E jo me i met paj partive tjera si që meti paj edhe në zgjedhjet e 28 dhjetor, thuj se këto partije që vendin në zgjedhje, a në ndërkohë vendin në zgjedhje që janë partia që ka shumicën e votave në parlament. Sigurisht, këto diskutimet politike nuk marrin fund asnjëherë, por marrin fund minutat që i kemi të rezervuar për këtë bisedë. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për kohën tuaj dhe gjitha informacionet që ndat me shikuesit tanë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Ndërkohë tani